يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të gjitha falëndërimet për uljet në nshtrimet i takojmë Zotit të qiejve, krijuesit të gjithësisë, sunduesit të ditës së gjykimit, Allahut i cili posedon emra të bukur dhe cilësi të përsosura. Dëshmoj me bindje të thellë se askush nuk meriton që të adhurohet përveç Tij, dhe se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është rob dhe është i dërguar i Tij. Salavat dhe selamet qofshin mbi të, mbi familjen e Tij të pastër, mbi shokët e Tij besnik dhe mbar pasues të Tij deri në ditën e gjykimit. Të dashur besimtar, Allahu në librin e Tij thot: "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum." Allahu i ngrit mesin e juaj ata të cilët kanë besuar. "Walladhina utul ilma darajat." Dërsa mesin e juve si besimtar, ata të cilët e bartin diturin i kanë ngritur në grada të larta. Allahu subhanahu wa ta'ala, kur i përshkruan banorët e zjarrit, se cili ka qenë shkaku kryesor që kanë mbetur në zjarr, do thonë: "Law kunna na'qilu, law kunna nasma'u, au na'qilu ma kunna fi ashabi sa'ir." Do të përgjigjen si kur t'ishim ne ata të cilët dëgjonim dhe logjikonim, nuk do të ishim banor të zjarrit. Dy porta që nëse njeriu i mbyll, atëherë nuk mund të arrijë deri tek dituria dhe kërkimi i të vërtetës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith sahih ka thënë: "Men yuridillahu bihi khayra yufaqihu fid-din." Kujt Allahu ja don të mirën nga robërit e Tij, ja mundson me kuptu fen, me kuptu Islamin. Andaj rob të Allahut, ka thënë Imam Ahmed ibn Hanbal rahimahullah: "Talabul ilm, kërkimi i dituris, la ya'diluhu shay." Asgjë nuk mund të baraspeshohet me këtë vepër madhore. Liman sahhat niyyatuhu, por me një kusht, nëse ai ka sinqeritet në kërkimin e dijes. Allahu subhanahu wa ta'ala na ka qartësuar në librin e Tij: "Wa ma 'allamtu min al-jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah." Kuptimi i ajetit është: edhe ato ushqime kafsh me të cilat arrihet gjahu, qeni dresuar arri gjahun, lejohet ushqimi saj. Nëse është qeni pa dresuar, atëherë nuk lejohet ushqimi saj. Pra Allahu na ka qartësuar se edhe qeni nëse nuk është i dresuar për të arritur deri në cak, nuk lejohet ushqimi i asaj. Pra kjo e tregon vlerën e madhe të diturisë. Është një fjalë e trashëguar nga Khalifatul Abbasi Ma'mun, i cili ka thënë: "Ar-rajulu imma an yakuna", njeriu është mes dy rrugëve në jetën e kësaj bote. "Imma an yakuna taliban lil ilm", ose është kërkues i diturisë, pra nuk dorëzohet deri në vdekje. Siç ka thënë Imam Ahmedi rahimahullah, kërkimi i dijes është nga djepi deri në varr. Ka thënë Imam Al-Abbasi, Khalifatul Abbasi radiallahu anhu, rahimahullah, ka thënë njëri prej khalifeve se njeriu është mes dy rrugëve: imma an yakuna taliban lil ilm, ose është ai i cili nuk dorëzohet në kërkimin e dijes, pavarësisht sfidave. Pra as nuk e mashtron shejtani që ka kaluar koha kërkimit të dijes, as angazhimet e dunjas, as problemet që i shfaqen kohë pas kohe, qas pas qasti, pra nuk dorëzohet në kërkimin e dijes. Pra me njoft halalin dhe haramin, tauhidin dhe shirkun, bidatin dhe sunetin, ose thot është një grup tjetër e ka zgjedhur rrugën që t'ja vullos vetës gjatë jetës e tij deri në vdekje, që të jetë
mesin e të paditurve. Të dashur besimtar, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah në Nunien e tij ka thënë el jahlu da'un qatil. Ignoranca, jahli është një smundje vdekje prurse. Wa shifa'uhu amrani fi at-tarkib muttafiqani. Janë dy gjëra që nuk ndahen njëra pa tjetrën. Wahyun min al-Qur'ani wa min sunnatin. Shpallja që vjen nga Kur'ani dhe që vjen nga suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Wa tabibu dhalika alimur rabbani. Dhe mjekimi i këtij shërimi vjen nga dietari që është Rabbani, pra është dietar që i ka frikën Allahut. Rob të Allahut, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë: Innal alima, për dietarin, le yastaghfiru lahu man fi samawati wa man fi al-ard. Çka ka në qiell dhe çka ka në tokë, hatta al-hitanu fi al-bahr, qoftë edhe peshku në deti. Një transmetim ka thënë hatta an-namlatu fi juhriha, qoftë edhe milingona në vrimin e saj, kërkojnë falje, i luten Allahut për atë që kërkon dije. Thot Imam Ibnul Qayyim al-Jauziyja rahimahullah, urtësia që çka ka në tokë dhe çka ka në det, i luten Allahut për kërkuesin e dijes, sepse edhe për kafshët askush nuk i trajton me drejtësi dhe me mëshirë, përveç se ai që bardh armën e diturisë. Dhe ju dini se për rregullave të kurbanit është që kafsha të bëhet me therjen, me mjetin e therjes që të jetë sa më i mprehtë që të jetë mëshirë për kafshën. Po ashtu, ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Wa fadlul alim 'ala al-'abid, wa fadlul alim 'ala al-'abid." Dallimi i atij që bardh diturinë mes atij që është i paditur, ka fadlul qamar 'ala sa'ir al-kawakib. Është sikur trupat qiellor që hëna veçohet, shkëlqen mesin e yjeve. Thot Ibnul Qayyim al-Jauziyja rahimahullah, cila është urtësia që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk e ka përmendur diellin, po e ka përmendur hënën. Përderisa hëna nuk e ka fuqinë e diellit, nuk e ka dritën e diellit. Thot ky imam i madh, thot urtësia që është përmend, krahasimi i dietarit me diellin është sepse me hënën, thot se hëna e tërheq, pra e përçon dritën nga dielli dhe e largon dhe e shpërndan të tjerët. Tek të tjerët, kështu është ai që bardh dituri. Pra dietari e merr diturinë nga shpallja, nga Kur'ani dhe Suneti dhe ja u shpërndan njerëzve gjithandej. Dhe e dyta është, thot Ibnul Qayyim rahimahullah, drita e diellit nuk ndryshon derisa drita e hënës ndryshon. Kështu janë dietarët, disa më të ditur se sa të tjerët, pra disa kanë fuqi më të madhe, disa kanë fuqi më të vogël. Po ashtu ka thënë pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Wa innamal ulama warathatul anbiya, wa innal anbiya lam yuwarrithu lana dinaran wala dirhama." Pejgamberët, profetët, neve nuk na kanë lënë pasuri trashëgimi. Nuk na ka lënë nga trashëgimia pasurinë, as dinarin as dirhemin. Wa innama warrathu al-ilma, por na kanë lënë trashëgimi diturinë. Faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. E kush e merr këtë trashëgimi, pra kush e merr trashëgimin e pejgamberëve, ai e ka marrë më të rëndësishme. Akhadha bihadhin wafir, nuk ka diç, nuk ka asgjë në jetën e kësaj bote më të rëndësishme se sa dija mirëfill. Wa ilmun yuntafa'u bih, bëhet fjalë për njohuritë e Kur'anit dhe Sunetit pejgamberit alayhis salatu wassalam, me të cilat punohet. Përndryshe djalli është më i ditur se të tjerët, por do të jetë argument dhe dëshmi për të kundërtitur ditën e gjykimit. Ju dini se zjarri do të fillojë me dietarin që nuk ka punuar me dijen e tij. Pra bëhet fjalë për një dituri të sinqert. Dhe Abu Huraira radiallahu anhu ju tha shokëve të tij: shkoni se në xhaminë e pejgamberit alayhis, pra pas vdekjes pejgamberit alayhis salatu wassalam, ta shkoni sa më shpejt se u shkandahet pasuria e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Pra trashëgimin që e kalon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Shkon disa njerëz në xhami dhe nuk pan asgjë. U kthyn te Abu Huraira radiallahu anhu dhe i than: asgjë nuk pam ne duke u shpërnda.
Tha as nuk pat as një njeri, tha jo ne I pam disa njerëz, ala hilaq dhikr, pra duke mësu Kur'an, duke mësu hadith. Tha kjo është trashëgimia që e kalon pejgamberi alayhi salatu wassalam. Thot Muhammed Emin Shankiti rahimahullah, një nga komentatorët e shekujve të fundit, thot dituria e shariatit, pra njohuritë që burojnë nga Kurani dhe Suneti, kanë dy përparësi nga çdo njohuri shkencore që ka të bëjë me njeriu. E para thot, dituritë shkencore, çfarë do që të arrin? Pra, çfarë do që të arrin shkencëtari, qoftë mjekësi, qoftë teknologji, çfarë do fushë përveç njohurive të Kur'anit, ato janë njohuritë kufizuara. Pra njeriu, sado që të arri hulumtimin e jetën e kësaj bote, nuk mund të di se ekzistojnë 7 palqej, nuk mund di për shpirtin, nuk din asgjë për të ardhmen, nuk din asgjë për zbritjen e Kur'anit, pra nuk ka njohuri as edhe për rregullat e martesës. Pra shihni, do shta shkencëtarët më të mëdhaj e shohin si të drejtat njeriu martesën në të njëjtin gjini. Pra janë keqësisht humbur. Dituria që nuk buron nga Kur'ani, pra është të kufizuar, sado që duket e thella jo. Dhe e dyta, çdo dituri, çdo shkencë, përveç njohurive të Kur'anit dhe Sunetit, janë dobishme për jetën e kësaj bote. Pra gjithë mjekësia është që të na shërbej deri në cakun e vdekjes, por njohuritë e Kur'anit, wa ilmun yuntafa'u bih, pra deri në ditën e gjykimit, ata që shkruajnë libra, ata të cilët kontribojnë për dinin e Allahut Azza wa Jall dhe I mësojnë njeriu të halalin dhe haramin, I mësojnë tauhidin dhe shirkun, bidatin dhe sunetin, dhe njerëzit jetojnë me shekuj, ai do të ketë shpërblimin e tij dhe do t'i shërbej dhe do ta shoqëroj edhe në momente të ringjalljes. Prandaj, robët e Allahut, I lutemi Allahut subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur, me cilësitë e tij të përsosura, që të na shtoj diturinë. Wa qul rabbi zidni ilma. Allahu ju ka drejtuar pejgamberit alayhi salatu wassalam që ta lusë Allahun t'i shtoj, jo nga pasuria, jo nga çështjet e dunjas, jo nga pushteti, por wa qul rabbi zidni ilma, o Zoti im, ma shto diturinë. Wa qul rabbi zidni ilma. Musa alayhi salatu wassalam, kur njoftoi Allahu se ka një njeri që din disa çështje që nuk I din ti, Khidri alayhi salam, ai tha Musaj, lan abraha hatta ablugha majma' al-bahrain aw amdi huquba. Unë do të shkoj ta kërkoj këtë njeri që të mësoj diçka që nuk e di, edhe nëse kalojnë vitet e tëra, pra derisa të arrijë tek caku. Kjo është vlera dijes, të dashur besimtar. Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Do të mjaftonte si argument më I fuqishëm se dituria e bën njeriu që t'i ke frikën Allahut. Më shumë të mesin e krijesave që I friksohen Allahut janë el-ulama, ata të cilët pra kanë dituri. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum min kulli dhanbin wa su'a fastaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa shukru lahu ala tawfiki wa imtinani. Falënderojmë Allahun e lartësuar, salavatet dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammedin alayhi salatu wassalam, mbi familjen dhe shokët e tij. Të dashur besimtar, Jabir ibn Abdullah, një shok I pejgamberit alayhi salatu wassalam, kishte dëgjuar që Abdullah ibn Unais në Sham e dinte një hadith që nuk e din të Jabir ibn Abdullah, vetëm një hadith, vetëm një thanje të pejgamberit alayhi salatu wassalam, e mori devën e tij dhe për muaj, pra deri me muaj, me udhtim, me vështirësi, vetëm për të mësuar një hadith pejgamberit alayhi salatu wassalam, shkoi në Sham, Damask, trokitin derën e Abdullah ibn Unais. Shërptorët I thanë, po troket një njeri që ka ardhur nga larg. Pra dallon trokitja musafirit që është afër nga qyteti dhe atij që ka bo me javë për të ardhur. Abdullah ibn Unais e mori çështjen shumë serioze dhe doli dhe I tha, "Marhaban bik." E përqafoi. Tha, "Për çfarë ke ardhur?" Tha, "Kam ardhur mësoj vetëm një hadith pejgamberit alayhis salatu wassalam." Atëherë shtrëngoi dhe I tha, dhe ja citoi hadithin, "Yuhsharu an-nasu yawm al-qiyamah hufatan uratan ghurla." Do të ringjallën njerëzit ditën e gjykimit pa bërë sunet, zhveshur. Pra, vetëm për këtë hadith,
thon dietarët, sahabët e rinë si Abdullah ibn Omeri dhe Abdullah ibn Abasi, aq shumë mbjelli, gjallërim, dashuri për diturinë, sa që kjo i shtyu që të merren aq shumë me dituri sa që janë prej dietarëve të mëdhenj të historisë që një njeriu, pra shokët e pejgamberit alayhis salatu wassalam. Dhe Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu nuk ju dante Muadh ibn Jabalit, prej dietarëve të mëdhenj, sahabëve të mëdhenj. Shkoi te shtëpia e tij, te shtëpia e Muadh ibn Jabalit. Momentin e trokitjes, mendoi Abdullah ibn Abasi radiallahu anhu, do ta shqetësoj këtë dietar, do të pres deri daljen e tij. Ai nuk doli Muadh ibn Jabal. Atë zëri gjumi deri në mëngjes. Kur doli Muadh ibn Jabal tha, çfarë bën këtu o biri, o djali i xhaxhait Muhamedit alayhis salatu wassalam? Vetëm sikur të kishte trokitur do të isha dalur më një herë. Çfarë thoshte Abdullah ibn Abasi? Hakadha naf'alu bi ulama'ina. Kështu ne nderojmë dietarët tonë. Kështu ne nderojmë diturinë tonë, diturinë, pra që është gjëja më e rëndësishme. Andaj robët e Allahut, në asnjë çast njeriu nuk duhet shkputet nga të mësuarit e të vërtetës, halalin, haramin, tauhidin, shirkun, çfarë na pret në jetën varreza, ditën ringjalljes, për xhenetin, për xhehenemin, sepse jetojmë mesin e ignorantëve, e shfaqjes së ignorancës. Inna min ishrati sa'a, prej shenjave të kiametit është an yurdha al ilmu. Prej shenjave të kiametit është humbja diturisë, wa yathbutul jahlu. Kur mbjellet ignoranca, kur flasin të paditurit. Asnjëherë besimtari nuk duhet qasët, nuk duhet shkputet nga dija. Saqë Ibnul Jauzi rahimahullah përmendet Dhahabiu, për Ibnul Jauzi aq shumë ka qenë i përkushtuar në dituri, saqë pritjen e musafirëve kur e ka bë, thotë është angazhuar me rregullimin e lapsave, sepse rregullimi i lapsave me të cilët ka shkruar hadithin nuk e ka angazhuar mendjen e tij. Pra është qasur në musafirët në mikpritjen e tyre, sepse është pjesë e Islamit respektimi i musafirëve, por është angazhuar me rregullimin e lapsave dhe me rregullimin e fletëve. Ka shfrytzuar kohën. Pra kjo është ajo që ne duhet kërkojmë. Kërkimin e dijes të mirëfillt nga Kurani dhe Suneti i pejgamberit alayhis salatu wassalam. Kjo nuk do të thotë që të përjashtohen shkenca tjera, por ajo që është më e rëndësishmja, pra të mësojmë për Allahun subhanahu wa taala, emra dhe cilësitë e tij. Andaj, dhe për këtë ka kriju Allahu tokën dhe qiellin, alladhi khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahunna. Kuptimi i ajetit, Allahu ka krijuar 7 palë qiell, po ashtu edhe 7 palë tokë, dhe ka zbritur urdhra, dispozita. Pastaj ka thënë li ta'lamu anna Allaha ala kulli shay'in qadir. Që ju ta dini, pra ta kuptoni që Allah është i plot fuqishëm për çdo gjë. Pra urtësia e krijimit tonë është që ta njohim Allahun dhe cilësitë e tij. Andaj, robët e Allahut, koha është ajo që duhet shfrytëzohet deri në momentet e vdekjes. Sufjan al-Thauri rahimahullah, një imam i madh i hadithit, kur ka vdek dhe kanë marrë për me e qefinozën e pastru, i kanë gjetur të lidhur mbi trupin e tij, në trupin e tij, ato pjesë me të cilat i ka shkruar hadith. Pra deri në vdekje, nuk është ndalur, sepse dituria e ngrit njeriu, sa ignoranca e lën të humbur njeriu. Prandaj lutim Allahun me cilësitë e tij të bukura, me atributet e tij të përsosura, që të na largojë nga vetja jonë ignorancën, jehlin, dhe të na shtojë diturinë. Inna Allahu wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Warda Allahumma an arba'atil khulafa a'immatil hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an sa'iril sahabati ajma'in.